Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Edicionin po e filloj me disa pamje nga festimi natës së ndërimit të motmoteve. Si u festua ora 12 e datës 31 dhjetor, e kuptojmë përmes materialit në vazhdim. Ndrimi i motmoteve në Gjakov është shënuar dhe festuar në mënyra të ndryshme, duke reflektuar atmosferën festive që zakonisht shoqëron natën e fundvitit. Ajo që ra më së shumti në sy gjatë minutave të para të vitit të ri ishin fishek zjarrit dhe mjetet të tjera piroteknike, të cilat ndriçuan qiellin mbi qytet dhe krijuan pamje mbreslëndse në disa zona të Gjakovës. Megjithatë, krahas atmosferës festive, u vrejt edhe një prani më e vogël e qytetarëve në hapësirat publike ku tradicionalisht mblidhen për të pritur ndërimin e motmoteve. Sheshet dhe zonat qendrore të qytetit nuk patën fluks të madh njerëzish, duke treguar se një pjesë e qytetarëve kishin zgjedhur ta festonin ardhjen e vitit të ri në ambientet private, kryesisht në familje ose me rreth të ngushtë shoqëror. Në parkun e qytetit u pan grupe të vogla qytetarësh të cilët pikërisht në orën 24 lëshuan fishek zjarre dhe përdorën mjete të ndryshme piroteknike për të shënuar ardhjen e vitit 2026. Tingujt e shpërthimeve dhe dritat shumëgjyshe krijuan një atmosferë festive duke u bërë simbol i ndrimit të viteve edhe këtë herë. Ndërkohë në video të ndryshme shihen fishek zjarre të lëshuara në lagje të ndryshme të qytetit, çka dëshmon se festimet janë zhvilluar në mënyrë të shpërndarë në disa pjesë të Gjakovës. Në krye të detyrës me datë 31 dhjetor në mesnat ishin institucione të shumta. Përmes materialeve të radhës kuptojmë detaje rreth angazhimit të prokurorisë, policisë dhe repartit të emergjencës në natën e ndërimit të motmoteve. Policia në stacionin policor ishte në krye të detyrës gjatë festës së vitit të ri. David Pietra, mbikëqyrësi i ekipes reaguese, tha se policia gjatë kësaj nate festive ka qenë në dispozicion të qytetarëve, ndërsa stafi policor ka qenë i mjaftueshëm dhe në gatishmëri të plotë. Na si policia e Kosovës kena staf mjaftueshëm edhe natën e festes, kena staf mjaftueshëm policor për me presu çdo nevojë dhe çdo kërkesë edhe me ofru ndihmë qytetare për tërë komunën e Gjakovës. Pietra i bëri të ditur se deri në orët e vona policia nuk ka pasur nevojë për ndërhyrje, pasi në qytetin e Gjakovës gjithçka ka shkuar në rregull. Deri me ta nuk është raportuar ndonjë incident, gjithçka ka shkuar qetë, ka shkuar në mënyrë të rregullt, shpresojmë që me vazhdu kështu deri në mëngjes, edhe në njëjtën kohë edhe ne urojmë juve festën e vitit të ri dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Megjithatë, disa fëmijë kanë pësuar lëndime trupore nga mjete piroteknike dhe janë dërguar për trajtim në emergjencë. Në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Greza në Gjakov gjatë ndrimit të motmoteve janë trajtuar raste të ndryshme. Sipas stafit mjekësor, rastet më të shpeshta kanë qenë lëndimet e shkaktuara nga mjetet piroteknike, si dhe një rast lëndimi nga plumbit që ka ndodhur në komunën e Rahovecit. Specialisti i emergjencës, doktor Afrim Dervishi, tha se shumica e lëndimeve ka ndodhur si pasojë e pakujdesisë. Ai bëri të ditur se në një nga rastet më të rënda, një fëmijë ka pësuar amputim të gishtit të dorës. Përgjithësi ka pasur mjaft raste, po lëndime nga mjetet piroteknike dhe armë të zjarrit i kemi pas gjithsej 15. Prej tyre kanë qenë të leta, të gjitha me përjashtim të një lëndimi pak më të rëndë të një amputimi të gishtit tregues të një të mitëri. Po ashtu ka qenë edhe një plagosje me armë zjarri nga gjytjet e pakontrolluara. Doktor Afrim Dervishi sqaroi se lëndimi dhe amputimi ka ndodhur pasi një mjet piroteknik i ka shpërthyer fëmijës në dorë. Me mjete piroteknike. Fëmijë duke lozur ka shpërthyer si duket edhe një pjesë të gishtit tregues e ka humbur. Doktori tha se edhe para vitit të ri në emergjencë ka pasur fluks të lëndimeve nga mjetet piroteknike.
Hana është një foshnjë me prindër nga Bajramcuri e para që erdhi në jetë me datë 1 janar. Nëna dhe foshnja gëzojnë shëndet të plotë. 5 minuta pas hyrjes së vitit 2026 ka lindur fëmia i parë në komunën e Gjakovës në repartjen e ginekologjisë në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Fëmia është vajzë dhe është pagzuar me emrin Hana. Nëna e saj, Ariola Demushi nga Bajramcuri, ka shprehur lumturinë që vajza e saj është fëmia i parë i lindur në Gjakov për vitin 2026. Çdo gjë ka shku mrekullisht, fal doktorit, shumë të mirë. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, infermierët, gjithë stafi ka qenë i mrekullueshëm kundrejt meje. Jam shumë e lumtur se ishte fëmia i parë i 2026-s. Jam jashtëzakonisht shumë mirënjohëse ndaj stafit, se kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj meje. Specialisti i ginekologjisë Dr. Ahmet Aslani bëri të ditur se si nëna ashtu edhe foshnja gëzojnë shëndet të mirë. Gjithçka ka shku në rregull, ishte lindja e parë kjo një non nga Bajramcuri, lindja e dytë ka lind një vajzë në mënyrë spontane, lindja ka shku mirë, beba është mirë dhe nona mirë. Ka lind dikun rreth orës 5 minuta mas ndrimit moteve, edhe kjo është lindja e parë për momentin dhe gjithçka ka shku në rregull. Në fund, Dr. Aslani theksoi se gjatë lindjes nuk ka pasur asnjë komplikim. Viti suksesshëm me plot punime e investime ishte 2025 për stacionin e autobusëve në Gjakov. Aty kohë më parë ka filluar renovimi i objektit dhe punimet janë ende në proces. Viti që po lën pas ka qenë i mbushur me punë e angazhime për stacionin e autobusëve në Gjakov, kështu tha për televizionin Syri drejtori Agron Hoxha. 2025 ka qenë një vit shumë i mirë, se për herë të parë pas 40 vjetë gati që është ndërtu stacioni, ka fillu një investim i parë, investimi i parë ka përfundu në fund vit, edhe jemi edhe projektin e dytë që kena fitu me ministrin, bashkëpunim me komunën, shumë shpejt është ofër nënshkrimit kontratës edhe besoj që në 2026 në fillon edhe faza e dytë e investimit edhe besoj që vinë ditë edhe më të mira për stacionin tonë. Gjithashtu ka pasur edhe sfida. Po ka qenë sfidë edhe inflacioni, gjithçka që është rritë është më shtrenjtë, po kemi arritë gjitha ato objektiva tona e kena te kalu. Ky vit është edhe më mirë financarisht për ndërmarrjen tonë, edhe shpresojmë se vitet tjera edhe më mirë. Kujtojmë se gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar kishin nisur punimet e fazës së parë për renovimin e stacionit të autobusëve në Gjakov. Një lajm i mirë erdhi javës së shkuar për konsumatorët e ngrohtore së qytetit, si dhe atyre të termokosit në Prishtinë. Zyra e rregullatorit të energjisë mori vendim që të zbresë çmimin e shërbimit që ofrohet në këto dy ndërmarrje. Zyra e rregullatorit për energji ZRE ka përcaktuar tarifat e reja të ngrohjes për konsumatorët e ndërmarrjeve publike në Prishtinë dhe Gjakov për sezonin e ngrohjes 2025-2026. Në mbledhjen e sotme ZRE mori vendim që të ketë zbritje të tarifave për 4% për konsumatorët e termokosit në Prishtinë, kurse 5% të ndërmarrjes publike nga ngrohtoria e qytetit në Gjakov. Kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Fejzullahu tha se zbritja në këto ndërmarrje publike vlen vetëm për konsumatorët që faturohen me matje. Me propozimin e këtij viti, hyrat e lejura maksimale për në Gjakovën edhe në që termokosin do të rezultojnë ta zonë për në që termokos do të kemi zbritje të tarifa për rreth 4%, ndërsa për në që Gjakova për 5%. Kjo do të theksojmë që është vetëm për konsumatorët me matje, me qenë se kemi konsideru që ka pas kursim të kjo kategori e konsumatorëve dhe si rezultati këtij kursimi është reflektu edhe në tarifat e këtyre dy ndërmarrje për vitin 2025-2026. Astrid Saracini nga ZRE tha se tarifa për konsumatorët në kryeqytet do të jetë 0.73 cent për muaj për konsumatorët, kurse tarifa mujore e ngrohjes për qytetarët e Gjakovës do të jetë 72 cent për kilovat në muaj. Për këtë sezon planifikimet e ngrohtorës qytetit Termokos janë që rreth 70% e sipërfaqes ngrohëse të faturohet me matje. Kjo e reflekton edhe vjet ka pas, po ka qenë do të thotë
ka filluar procesi faturimit me motje, por ka qenë më i vogël. Pas disa përmirësimeve dhe shpresojmë edhe faturimit sa më drejt, rreth 70% si përfaqëses grose planifikohet të faturohet me motje. Kjo ka ndryshuar pak edhe alokimin e thyrave të lejume, të cilat na zakonisht i alokojmë për konsumatorët të cilët faturohen me motje dhe konsumatorët të cilët faturohen pa motje me metër katror, sipas sipërfaqes ngrose. Do thotë alokimi bëhet sipas energjisë së parashikuar që ata do të konsumojnë dhe alokimi është 7 milion nga ky 11 milion, që 7.834.000 i shkojnë për tarifat me motje, ndërsa 3.628.000 për tarifat me pa motje me sipërfaqe ngrose. Tarifa me motje për konsumatorët e sasisë e energjisë furnizuar është 33.65, ndërsa për komponenta fikse për kapacitet është 0,73 euro për kilovat për muaj. Tarifat pa motje, sipas sipërfaqes ngrose, për konsumatorët shtëpiak janë 0,76 euro për metër katror dhe 0,95 euro për metër katror. Kujtojmë se pas kryeqytetit, Gjakova është qyteti i vetëm në Kosovë me ndërmarrje publike për ngrohje. Pensionmarësit dhe të gjithë fëmijët të Republikës së Kosovës që përfitojnë shtesa, më 28 dhjetor pranuan edhe një shtesë të njëhershme prej 100 eurosh. Ato u mirëpritën nga këta përfitues. Ministri në detyri financave, punës dhe transfereve Hekuran Morati ka bërë të ditur se është realizuar pagesa shtesës së njëhershme prej 100 euro në bazë të vendimit të qeverisë së Kosovës. Sipas Muratit, përfitues të kësaj shtese janë fëmijët e moshës nga 0 deri në 16 vjeç, përfituesit e pensioneve bazike dhe kontributive, kategoritë të dala nga lufta, personat me aftësi të kufizuara si dhe përfituesit të skemave të tjera sociale që i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Ai thekson se varësisht nga banka ku përfituesit i kanë llogaritë e tyre, mjetet financiare do të reflektohen në orët në vijim. Ndërkohë ekipi ynë ka marrë opinionin nga qytetarët, të cilët e kanë mirëpritur këtë vendim duke e cilësuar si të nevojshëm për përballimin e shpenzimeve bazike. Ata kanë shprehur gjithashtu dëshirë që masa të tilla mbështetëse të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ky është një veprim shumë i mirë, të cilin ka e bën qeveria, e ka bërë qeveria kryeministrit edhe 2 vite më parë, për një ndihmë sado e vogël, mirë po një ndihmë falenderuese për pensionista edhe për fëmijët, për nanat e fëmijëve të cilët rriten në Kosovë. Shtesat na kanë ndihmu për me zbut krizën, se është krizë e madhe, porja është inflacion i madh, është ra, prandaj kemi mirëpritur. A duhet të vazhdojnë ende këto ndihma? Po, duhet të vazhdojnë nëse dojnë i qeveria. Ky vendim u mirëpritet edhe nga të veçlit. Mua parat e fundvitit 100 euro më kanë ndihmuar shumë sepse mund të blej ushqime për familjen dhe mund të bashkojmë parat me familje dhe mund të blejmë gjëra së bashku. Unë falenderoj shumë që po na ndihmojnë për shkollë, për fëmijë që kanë nevojë edhe për pensionista. Në fund, qytetarët theksojnë se në kushte të rritjes së çmimeve, ndihma financiare nga institucionet mbetet e domosdoshme për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Kohë më parë organizata Bereqeti në Gjakov ka ndërmarrë iniciativë për të siguruar mjete për blerje të banesës për veteranin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Arben Rudi. Shuma e nevojshme ende nuk është kompletuar në tërësi. Së fundmi, shoqata Bereqeti në Gjakov ka ndërmarrë iniciativë për të mbledhur fonde për të blerë një banesë për veteranin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Arben Rudi. Shuma që ka arritur të mblidhet deri më tani, ka arritur rreth 18.000 euro, duke dëshmuar edhe njëherë solidaritetin dhe ndjeshmërinë ndaj atyre që dhanë gjithçka për lirin tonë.
Në një bisedë telefonike, kryetari i shoqatës Bereqeti në Gjakov, Hoxha Abdurrahman Betullahu, u shpreh se shoqata jonë, Dega Bereqeti në Gjakov, është duke mbledhur mjete financiare për ta gëzuar veteranin e nderuar Arben Rudi me një banesë. Veterani shpreh falënderimin e sinqert për të gjithë bamirësit për përkrahjen e dhënë dhe njëkohësisht bëhet thirrje për kompletimin e shumës së nevojshme për blerjen e një banese të re, pasi shuma që ka arritur të sigurohet deri më tani nuk është e mjaftueshme për të siguruar kulm mbi kokë për Arben Rudin dhe familjen e tij. Në repartin e hemodializës në spitalin Isa Greza në Gjakov, së fundmi janë siguruar disa shtretër. Ky investim u konsiderua si shumë i nevojshëm për të gjithë pacientët që marrin shërbime mjekësore aty. Disa shtretër modern janë vendosur në repartin e hemodializës në spitalin Isa Greza gjatë kësaj jave. Drejtori i spitalit, Hilmi Shala, tha se investimet të gjatë vitit 2025 kanë qenë të shumta dhe të orientuara në përmirësimin e shërbimeve për pacientët. Kemi pas furnizime pajisje mjekësore, gastroskop të ri, kolonoskop të ri, kemi pas donacione ergometrin, kemi pas dhe aparatën e ergometris, kemi pas donacione dhe një ultrasant të tipit të fundit. Po ashtu SHSK-a ku dhe fundit në ka furnizuar dhe me karikat për hemodializë, të cilët këta pacientash do t'jenë më të lehtë do ta kenë qëndrimin gjatë marrjes së dializës në këto shërbime. Drejtori Shala theksoi se është rregulluar edhe hyrja kryesore e spitalit, duke u pajisur me një recepcion funksional dhe të standardizuar. Gjatë vitit 2025 në spitalin Gjakovës ka pas investime nga më të ndryshmet edhe në infrastrukturë, edhe në pajisje mjekësore, që mendoj që i kanë ngritë cilësinë e shërbimeve edhe për qytetarë që marrin shërbimet e ne, po ashtu e lehtësojnë edhe punën e mjekëve në spitalin tonë. Nga investimet në infrastrukturë vlen të ceket pra recepcioni multifunksional, i cili ka qenë shumë i nevojshëm në spitalin tonë, pastaj janë rrjeti i kanalizimeve të brendshme dhe të jashtme të spitalit, të cilat janë investuar nga shërbimi spitalor klinikën universitar. Në fund, Shala tha se do të vazhdojnë me investime të tjera që garantojnë trajtim të sigurt, cilësor dhe dinjitos për pacientët. Universiteti Fehmi Agani ka nënshkruar memorandum me shoqatën e intelektualëve Jakova. Detajet e këtij bashkëpunimi i mësojmë në vazhdim. Universiteti Fehmi Agani në Gjakov ka nënshkruar sot një memorandum bashkëpunimi me shoqatën e intelektualëve Jakova. Rektori i Universitetit Drilon Bunjaku ka bërë të ditur se në kuadër të këtij bashkëpunimi përfitojnë studentët dhe stafi akademik, duke organizuar kështu trajnime për sigurinë kibernetike. Me shoqatën e intelektualëve Jakova kemi nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit i cili thellon bashkëpunimet tona edhe me te. Në kuadër të këtij memorandumit bashkëpunimit parashihet që bashkëpunimet tona do të thotë përvoja, ekspertiza e anëtarëve të shoqatës intelektualëve Jakova të ndihmojë edhe në punën e universitetit. Në kuadër të këtij bashkëpunimi studentët do të përfitojnë edhe stafi akademik, ku anëtarët e shoqatës kanë shprehur gatishmërinë që t'i ofrojnë ekspertizën e tyre tek studentët. Sot me pas të organizohen takime ku ekspertizën e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, sigurisë kibernetike dhe mbrojtjen në preventiva, domethënë në mbrojtjen sipas sulmeve të mundshme në shfrytëzime të përditshme të sistemeve digjitale, do të thotë diçka që është shumë aktuale për çdo që shfrytëzon internetin ose rrjetat kompjuterike. Profesori Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, tha se shoqata si aset me këtë formë të bashkëpunimit ka dëshmuar se janë të gatshëm të kontribuojnë në të gjitha institucionet me ekspertizën e shoqatës.
Ndërka që në kuadër të këtij memorandumit të bashkëpunimit, Yll Ferizi, magjistër i shkencave kompjuterike, sot mbajtje dhe trajnim për mbrojtjen ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Nga aty u tha se qëllimi i këtij trajnimi është që të rinjtë të mësohen se si të mbrohen nga sulmet kibernetike dhe këto të dhëna të mësuara ti transmetojnë në ambiente tjera. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.